Po mbronin një ton hashash me push, ka arrestuar 2 shqiptarë në Spanjë. Policia e Spanjës ka arrestuar 2 shqiptarë në Cadiz, të cilët i kapon duke mbrojtur një depo për 1 ton hashash me armë lufte. Sipas burimeve të hetimit, 2 shqiptarët mbanin push të njohura automatike sulmuese AK-47 dhe ishin në një shtëpi në zonën Pelayo të Algeciras. El Español shkruan se droga kishte mbërritur në Cadiz përmes plazheve të Algeciras dhe Tarifas, ku narkoaniet do të kishin mbërritur me ngarkesat e hashashit që mbanin shqiptarët e arrestuar. Veprimi i policisë ishte rezultati i një hetimi të mëparshëm që bëri të mundje gjetjen e një prone të përdorur nga organizata me termin çerdhe, një term i përdorur për zhargonin policor për të referuar vende me të cilët të fshihen dhe ruhen sasi të mëdha droge. Të arrestuarit u vënë në dispozicion të gardës së Algeciras në mëngjesin e 9 dhjetorit dhe u dekretua edhe burgosja e tyre. Eric Adams,